Ti mund të kesh fëmijë, ai thot s'ka fëmijë, për Zotin nuk ka kur gja thot të pamundur. Po Zoti nuk është krijesë. Zoti nuk është krijesë. Pastaj imagjinoje ti thua për Zotin se ka fëmijë. Atë fëmijë, pra një fëmija i vetëm, ti a do të dëshiroje fëmijën tënd ta vriste dikush? A do ta toleroje? Ta shihje fëmijën, dikush e godet, dikush e gjakos, dikush e kryqëzon. Pra mendoje për veten tënde, larg përngjasimit është Zoti i gjithësisë, larg të metave është Allahu i lartësuar. Ti krijesë dhe nuk toleron, nuk lejon që dikush ta godas, ta rrah, lere mo ta vras fëmijën tënd. Atëherë si mund të thuash për Zotin e gjithësisë se ka fëmijë? Si mund të thuash për Zotin e gjithësisë se edhe fëmijën që pat, pra aq i dobët, Allahu na rujt, larg të metave është Zoti i gjithësisë. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an, lem yelid wa lem yulad. Ai nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd. Isai alayhis salam, Jezusi, është rob i Zotit, është njeri, është njëri prej profetëve që dërgoi i madhi i Zot, por nuk është bir Zoti, nuk është Zot. Zot është vetëm një Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i universit. Prandaj unë të ftoj që të mendosh më gjatë, të mendosh më shumë. Zoti i gjithësisë nuk ka mangësi. Nuk i takon Zotit i gjithësisë të ketë mangësi. Është larg të metave, është larg mangësive. Nuk është krijesë, është krijues. Të ftoj ta lexosh Kur'anin. Zoti ta mundesoft ta pasosh të vërtetën. Amin.